si ta përdor shkollën, vlerën e saj, dhe një nga mjetet për ta lexuar kohën, edhe atëherë kur bashkëpunëtorët tanë, kur ata që kanë punuar për gjëra që i kanë paraprirë gjërave tona, nuk janë më në jetë. Prandaj janë arkivat e institucioneve, janë arkivat e individëve që për pasion i kanë ruajtur disa gjëra që edhe në arkivat e teatrove shtetëror unë nuk i kam gjetur. Pra, është një punë e bazuar mbi koleksionet, mbi gjërat që njerëzit kanë ruajtur dhe që ne do përpiqemi edhe nëpërmjet ekspozitës, po edhe nëpërmjet serisë së shkrimeve që janë duke botuar. E përmenda fillimisht ekspozitën, me që e nisëm me atë performancë, por fillimisht ajo që po publikohet këto ditë edhe tek Peizazhe dhe fjalës është cikli yt i shkrimeve. Teatri i vogël i tranzicionit e ke quajtur ti, me 3 shkrime që janë publikuar deri tani. Shije kulturore dhe praktik politike, Hëna e re, Të brishtët dhe të shkathët dhe Në vijim teatri i komedisë nga teatri i komedisë tek i eksperimentimit. Atëherë, është një, le ta quajmë kështu, unë i lexova shkrimet me shumë kërshëri, sepse vërtet aty gjeta një punë një herë të jashtëzakonshme që ti ke bërë me arkivin, dhe e di se sa e vështirë është kjo, kur nuk ka, duhet të kalosh orë të tëra në bibliotekën kombëtare. Duhet ishin të digitalizuara, Beti. Ndërkohë që nuk ka asgjë. Ditë të tëra në bibliotekën kombëtare, në atë vapën e por aty është një radiografi, do ta quaja unë, e artit, e kulturës dhe mbi të gjitha e teatrit në Shqipëri. Një radiografi e viteve 90 për të cilën kujtesa jon ka filluar të punoj keq. Shiko, Beti, ndonjëherë duket sikur nuk ka sens kur ti punon në atë të voglën. Do thonë njerëzit, po kujt i intereson ç'është ky teatri i vogël, akoma me teatrin, kujt i intereson kjo? Nisur nga, si të thuash, edhe një lloj dembelizmi i lexuesit dhe i njerëzve për të kujtuar kohë ku njerëzit kanë punuar, njerëzit kanë imagjinuar, njerëzit kanë pasur një dëshirë për të bërë gjërat me pak mjete financiare. Atëherë thash, duhet që ta bëj interesante këtë histori kaq pak të dokumentuar të teatrit. Jo si qëllim në vetvete, por duke e futur këtë histori edhe në një peizazh të Shqipërisë së tranzicionit. Prandaj i kam kushtuar vëmendje, nëse X shfaqe, X projekt, një regjizor që prodhon vetëm një herë dhe pastaj zhduket, në çfarë, si ka qenë klima, si ka qenë gjendja ekonomike e Shqipërisë, si kanë qenë kushtet sociale. Dhe ti thua, ka qenë me piramide, me ata njerëzit që drejtorin piramidat dhe që kanë financuar dhe ka financorin nga ana tjetër teatri, me sallën e teatrit që shndërrohej në një bingo. E lezetshmja ishte, Beti, që kur intervistoja regjizor dhe kur e lidhja periudhën e tyre të aktivitetit me kohën e firmave piramidale, dhe unë mendoja që ata do kishin një lloj hezitimi për të pohuar që firmat piramidale e kanë mbështetur, duke ditur që Shqipëria ka ca damka dhe njerëzit janë akoma gjallë, duan t'i fshehin ca gjëra, por jo, Armand Bora për shembull ka bërë një rrëfim shumë të sinqert tek shkrimin që unë kam botuar sot. Dhe me grupin e vogël që ai ftonte të rinj nga Prishtina, nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria. Dhe ti ke gjetur vetëm një poster të asaj shfaqje të famshme që do ta prezantosh edhe te Galeria Zenit. Edhe foto të rralla, foto të cilat është një gjë, duket edhe një fotografim i teatrit në kushte gati amatore, mendosh sot që ka një sofistikim të tërë për ta ku më shumë i kushtohet vëmendje, sofistikohet e prezantuara se sa vetë vlera e asaj që prezantohet. Pra, nuk ka pasur kompleks edhe nga personat që kam intervistuar, nga artistët, nga regjizorët, nga aktorët. Për të treguar atë që ka ndodhur realisht. Elsa, një nga shkrimet nis. Në mars të 1991, një autor i njohur i kinostudios dhe teatrit popullor shkrua në shtypin kulturor se njerëzit kanë humbur dëshirën për punë dhe humor. Kinemat, teatrot dhe stadiumet nuk mbushen as për gjysmë. Jemi nga popujt më të vjetër e më dinjitos të rajonit. Thot, le të vëmë logjikën mbi pasionet edhe pse është e trishtueshme të zbulosh pas gjysmë shekulli se ke mbetur prapa. Nuk po flasim më pas gjysmë shekulli, por pas 35 vitesh nga kjo nisje e tranzicionit të 91-shit. Ku jemi?
Jo, duhet ua bëj unë pyetjen. A gjeni Gjukundi në gazet të dëshmoj kohën që ne jetojmë në aspektin e kulturës? Askund. Është fat që